Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, sot për të ndarë lajmet më të fundit dhe për të komentuar në fakt për ngjarjet më të fundit brenda shtëpisë së Big Brotherit. Siç duket, dy polet e kundërta të shtëpisë Londrimi dhe Benita, por njëkohësisht edhe Edi, po mundohen të nxjerrin gjëra në pa. Tani, Londrimi nëpërmjet këngëve të tij, nëpërmjet strategjisë që ka përzgjedhur, mundohet që ta nxjerrë në pa që Benita ka patur një lidhje dashurie me Edin, ka patur një marrëdhënie me Edin. Edi dëshiron t'i thot diçka, Benita nuk e pranon. Por që kanë patur një njohje të dy as që diskutohet, do me thënë që të dy kanë patur një njohje, një emocion që duket, kanë patur një lloj afrimiteti dhe nuk e kuptoj pse brenda shtëpisë së Big Brotherit kanë përzgjedhur këtë formë loje. Që Edi dëshiron që t'i thot diçka, Benita dëshiron që ta arsyeton ndryshe, Edi më duket pak më i sinqert, po pse Benita e ka kaq të vështirë ta pranon atë se çfarë do t'i thot Edi dhe pse Benita po xhelozon kaq shumë Edin. Londrimi, që unë do të them që është një gjesti i dytë në shtëpinë e Big Brotherit për të gjitha lëvizjet që bën, për të gjitha mimikat që bën, për të gjitha atmosferën që po krijon, do të thënë që nga mëngjesi deri në darke nuk ka të ndalur fare dhe në një moment i shpëtoi fjala u kry çdo sen në dhomën e gjumit ku aty edhe përshëndeti gjestin. Do të thënë është një banor që ka ndjekur strategjinë e gjestit, që ka ndjekur rrugtimin e gjestit dhe në fakt e shoh në formën e gjestit me flokë të bardha, me energjinë e gjestit, vallëzon, këndon, kërcen, po hecën me mbathje në shtëpi ashtu siç gjesti ecte dhe u komentua shumë për këtë pjesë. Do me thënë është ky Londrimi me të gjitha format dhe siç duket po i vën në shënjestër të gjithë banorët e asaj shtëpie për t'i goditur. Por nga java e kaluar dhe në këtë javë ka Benitën. Londrimin e shoh një banor të fortë, e shoh një banor të fuqishëm, e shoh një banor dinamik, që tani në atë rreth është përfshirë edhe Klodiani. Do thënë Klodiani dhe Londrimi janë mes Benitës dhe në luftën me Albën, por Alba siç duket ka ardhur me informacione nga jashtë. A e shikoni ju Londrimin një gjest të dytë?